stratosferik i naftës në Shqipëri nuk është nga lufta, por është nga taksa 1.1 euro për litër që merr qeveria shqiptare si asnjë qeveri tjetër në Europë dhe në botë nga nafta. Qeveria amerikane shet naftën me 1.1 dollar litër, kurse ky e taton naftë në pompë, kurse ky e taton naftën 1.1 euro. Desada Xhetani, doktor përshëndetje. Në çfarë rrethanash ju e dinit që Rama do të shkarkonte Spiropalin? Rama, përshëndetje Desada, siç është e qartë në të gjitha veprimet Desada, Belinda Lubia si njeri i rrahur me vaj dhe uthull e ka sklav Ramën. Rama është sklav i saj. Pse Rama është sklav i saj, Desada? Sepse aktiviteti vjedhës korruptiv i tyre është edhe 25 vjeçar. Ajo ka qenë asistentja kryesore në të gjitha vjedhjet e Ramës në bashki dhe ato kanë arritur sipas OSBE-s, raportit të OSBE-s, në 200 milion euro në bankat offshore, që Rama se kundërshtoi dot kurrë këtë akuzë. Në këtë kuadër të them realitetin, është Lubia ajo që komandon plotësisht Ramën. Dhe ju keni konstatuar se si Rama është bërë avokati më kryesor i saj, qoftë në gjykata, qoftë në publik, qoftë kudo. Gjë të cilën Spiropali nuk e mori përsipër, sepse Spiropali në takimet e saj, ku në çdo takim çështja e parë që i ngrihej ishte çështja Balluku, Spiropali nuk shpreh se ajo është e pafajshme ajo këto, por shpreh në mënyrë evazive se shpresoi që drejtësia të mos pengohet dhe të gjitha këto nga shoqëruesit e saj i shkonin direkt Ramës dhe Lubis. Dhe unë këtë e pata paralajmëruar prej kohësh se e mora vesh dhe do ketë dhe tjerë Desada, se asnjë nga këta që takohen me të huaj, ta që aty në parlament rrahin gjoksen dhe bën avokatër të saj, në takime me të huaj nuk thonë një fjalë në mbrojtje të saj, por lanë të kuptohet që gjithçka është nga ndërlidhja që ka me Ramën, sa që janë të habitur të i gjithë komunitet ndërkombëtar se çfarë lidhje, po ata gaboj një gjë, komunitet ndërkombëtar. Gaboj një gjë. Të gjithë ata që mendojnë se lidhjet në shumëllojshmërinë e lidhjeve disa janë parsore, unë u them atyre se lidhjet më të tmerrshme, më të pazgjidhshme janë lidhjet në krim. Dhe çdo aludim për lidhje tjera është i gabuar. Lidhja e Lubi Ballukut me Edi Ramën janë lidhje në krim. Kjo është gjithë problemi. Prandaj ai nuk e lëshon dot. E ka dhe jo vetëm do ketë dhe koka tjera, se ajo këtë punë i ka themun si ja mbylli gojën Taos, i nxori regjistrimet e Bistrit, e Oltën Bistrit. Ajo është marrë me një vërtari të zezë përgjuese ndaj tyre si askush tjetër. Dhe Ramën ajo e ka të përgjuar në çdo lloj drejtimi. Genz Gjoni Bala, zoti Berisha, përshëndetje. Dje policia ka sulmuar edhe aktivistët e Adriatic Llapajt. A mendoni se po përshkallëzohet dhuna ndaj zërave kundër? Denoj me forcën më të madhe dhunimin e aktivistëve protestuesve paqësor para kryeministrisë të zotit Llapaj dhe heqjen e çadrës së tyre. Ky është një akt antiligjor, i turpshëm, i një frigacaku që ka tolerancë zero
ndaj kundërshtarëve, si kundër dënoi aktin kriminal dhe banditesk të Taulan Ballës në parlamentin shqiptar me porosit e Edi Ramës, një hakmarrje të verbër primitive ndaj Albana Vokshit, e cila ka qenë zë i fuqishëm në mbar komunitetin ndërkombëtar ndaj narkoregjimit, Edi Rama urdhroi taun e tij për të përdorur një gjuhë prej stër ordineri, një gjuhë me cilin ai meriton ndëshkimin më të madh. Dënoi gjithashtu përjashtimin pa asnjë motiv 20 ditë të deputetit Agron Shehaj nga parlamenti si një verbëri e Edi Ramës, se të gjitha kryen me urdhër të Edi Ramës, dhe si një përpjekje për të shuar çdo zë opozitar. Agron Molla, doktor, ju përshëndes. Kam një pyetje. Janë disa demokratë që tani kanë filluar punë në administratën Rama 4. A kanë të drejtë vote në përzgjedhjen e votës në primare? Faleminderit, ju përshëndes. Këte duhet ta vlerësojnë degt e Partisë Demokratike. Asnjë drejt vote as në primare, as në sekondare, në asnjëherë nuk kanë ata që kanë bashkëpunuar kundër Partisë Demokratike me qeverinë. Natyrisht, ata të cilët, pavarësisht nga detyra ku janë, kanë qenë mbështetje e Partisë Demokratike, nuk mund të mohojnë drejtën e votës Agron. Gjorgja Niço, doktor, përshëndetje. Belinda Balluku u duk shumë e qetë pas dorëzimit të detyrës. Mendoni se ka rënë dakord me Ramën që të mos ja dorëzojë imunitetin? Dje ajo tregoi dhe një herë Gjorgja se Rama është një sklav i saj. Nuk kishte shfaqje më të turpshme se takimi i saj me ata me Katar, që dëshmuan se janë bashkautor në vjedhjet e Lubis. Vetëm njerëz që kanë vjedhë bashkë me të mund të drutrokisin Lubin si heroinën e tyre. Pra, në një farë mënyrë ajo i ekspozoi ata punojës në shkallë ekstreme si bashkëfajtor, si bashkëhajdut. Unë këtë interpretim do t'i jap takimit saj të djeshëm. Laert Mera, doktor, dje ka dhënë dorëheqje nga të gjitha funksionet edhe sekretarja e marrëdhënieve me publikun Jola Hysi. Çfarë po bëhet me organizimin në PD? Se ikjet sidoqoftë nuk janë të mira, pavarësisht justifikimeve. Jola Hysi më ka dërguar dje një mesazh në të cilin falënderon për bashkëpunimin, por më njofton se ka vendosur të jap dorëheqjen dhe unë e falenderoj për kontributin që ka bërë dhe respektoj plotësisht vendimin e saj. Dorëheqjet janë një akt normal në një parti demokratike dhe një shoqëri të lirë. Pra, në këtë rast, ajo dha kontributin e saj, s'mund t'i mohohet, por nga ana tjetër, ajo arritin përfundimin se duhet të ndërpresh aktivitetin e saj politik për arsyet të saj, dhe kjo është një zgjidhje që ka bërë, unë ja respektoj. Syle Ismailaj. Përshëndetje doktor, gjendja e vendit është e mjerueshme për shkak të kësaj qeverisje të korruptuar dhe kriminale të drejtuar nga Ramaduro. Për rrëzimin e saj duhet vetëm organizim në embrion të PD-s. Ju në takimin me kryetarët e degëve kërkuat organizim. Sa jeni në dieni që po zbatohet kjo porosi në terren, e sa po zbatohet statuti në bazë?
Mendoj se organizim mbetet përsëri kryefjale vëmëtarisë sonë. Nuk mund të mohoj se përpjekjet janë, por përpjekje shumë më të mëdha për organizimin, konsolidimin, ripërtritjen dhe hapjen e Partisë Demokratike janë të një rëndësie vendimtare në përmbushjen e misionit. Mendoj se është e domosdoshme një dialog intensiv i të gjithë demokratëve me qytetarët shqiptarë, të gjitha bindjeve politike. Sot, qëndrimi në shumicën e heshtur është bashkëfaqësi. Çdo qytetar do ta ketë qartë një gjë. Se mbështetja më kryesore, më rëndësishme, nuk i vjen narkoregjimit nga zyrtarët e tij, sa ata vetë kuptohet që mbështesin, nga pseudo-institucionet e tij, por i vjen para më e çmuar dhe më rëndësishme është nga shumica e heshtur. Dhe sot mendoj se çdo qytetar nuk ka asnjë motiv të jetë antar i asaj shumice. Kur shef vendin se si rrokulliset, unë tani po vi nga një takim me mësuesit. Për të gjithë ata që kanë fëmijë, që vlerësojnë dhe besojnë në shkollimin dhe edukimin e tyre, për shkrimet që ata i bën situatës së arsimit dëshmonin për një shpartallim të këtij sistemi. Fakti që sot ne numëronin 49.4% më pak nxënës në shkollat parauniversitare se sa në vitin 2013. Është një alarm, është një siren në ndërgjegjen e çdo qytetari shqiptar. Le t'i shtroj veten qytetari shqiptar. Në qoftë se në 11 vite ne humbëm 49.4% të nxënësve, sa do kemi ne nxënës me Edi Ramën pas 11 vitesh tjera? A do pranojmë ne këtë katastrofë demografike kombëtare që zhvillohet para syve tanë dhe që zhvillohet vetëm për shkak të vjedhjeve të tmerrshme që kjo qeveri ju bën fondeve publike dhe pasurive publike?